Skena e Universitetit të Arteve po bëhet gati për koncertin memorial në nder të një prej figurave më të njohura të artit shqiptar, violinistin Ibrahim Madhi. Programi përfshin vepra të zgjedhura nga repertori i muzikës së dhomës, si dhe literaturës violinistike, pjesë që artisti i merituar i ka interpretuar, studiuar ose mësuar gjatë dekadave të karrierës së tij. Unë jam angazhuar për të realizuar këtë mbrëmje sa më mirë bashkë me kolegët e mi, të cilët do të jetë një formacion i ndërtuar me ish studentët dhe pedagogët dhe kolegët e profesor Madhit. Risia në një pikpamje artistike do të jetë që violina e Madhit do të jetë sot në sallë, e cila do të shoqërohet nga asambli i arqeve. Gjithashtu është dhe një pjesë, një sekuencë e cila është punuar, që ka qenë një regjistrim i kaershëm, që do të jetë me balet. Ky homazh simbolizon kontributin për një figurë që la gjurmë të pashlyeshme në kulturën muzikore të vendit. Organizatorët theksojnë se koncerti synon jo vetëm të kujtojë Madhin si virtuoz, por edhe si pedagog të jashtëzakonshëm, i cili kontribuoi në krijimin e standardeve të larta të interpretimit instrumental në Shqipëri. Përveç planit personal do ta konsideroja si një personazh tridimensional, i cili në publikun e gjerë njihet kryesisht si violinist, por ka një kontribut mjaft të vyer si pedagog dhe si administrator edhe. Unë do luaj disa nga melodit, do ta quaja kështu për publikun e gjerë, të cilat kanë tingëlluar spari nga dora e mjeshtrit. Ibrahimi ka qenë një nga ato instrumentistë që kishte personalitetin e tij të spikatur, sidomos në formëzimin e tonit violinistik. Koncerti, i cili nis në orën 19, pritet të mbledh familjar, student, pedagog, artist të njohur dhe publikun artëdashës, të cilët do të nderojnë me praninë e tyre violinistin e shquar që formoi brezat e tërë instrumentistësh në Universitetin e Arteve. Qemali vet do të kishte zbritur nga piedestali, do të vinte në koncertin tënd.